Shikues të Channel One, do t'jemi sërish së bashku në hapësirën në aktualitet me këshilltarin juridik të Presidentit të Republikës zotit Bamir Topi, pra me zotin Spiro Peçi. Zoti Peçi, faleminderit dhe kënaqësi që pranuat ftesën. Kënaqësi për mua. Ju jeni, siç thash, këshilltar ligjor I Presidentit të Republikës zotit Bamir Topi, ndërkohë 6 muaj përpara mbarimit të mandatit të tij si kreu I shtetit, politika, mediat, juristët janë shumë aktiv sa I përket pasardhësit të tij. Në fakt, cilën nga këto komponent aktiv që unë përmenda e shihni si më problematik sa I përket debatit që ka hapur dhe ndikon kjo në punën dhe mbarvajtjen e punës së presidentit? Ashtu siç e përmendët ju, edhe pse janë të paktën rreth 4 muaj nga fillimi I procedurave sipas kushtetutës për zgjedhjen e presidentit të Republikës, tashmë kanë filluar debate të cilat unë do t'i ndaja në 2 drejtime. Debatin në planin politik, I cili realizohet në 2 mendime, përkatësisht të opozitës, por të mbështetur me sa duket deri tash edhe nga faktori ndërkombëtar, për zgjedhjen e një presidenti konsensual dhe qëndrimi tjetër të mazhorancës që me deklaratat e her pas hershme I qëndrohet ides për zgjedhjen e presidentit sipas kushtetutës, por që në thelb dhe me deklarata direkte presupozon ose kërkohet që të zgjidhet një president nga mazhoranca e theksuar mbi lesë nga drejtuesit e Partisë Demokratike. Në planin tjetër, debati ka nisur ndërmjet juristëve dhe specialistëve përsa e përket modaliteteve ligjore të zgjedhjes së presidentit të Republikës. Këtu janë ndarë në 2 mendime dhe specialistët dhe juristët, ku theksi vihet më shumë në mënyrën e zgjedhjes dhe mënyrën e votimit të presidentit, kandidatit për president të ri, në çështjen e korumit. Pra, nëse është e domosdoshme që në votimin e parë, sepse dihet kushtetuta thotë që në anin 87 që votimi I parë, I dytë dhe I tretë kërkon minimalisht 3/5 e votave që të zgjidhet një president, dhe ideja është nëse do të konsiderohet korumi I mjaftueshëm në qoftë se do të bojkotohet nga opozita ditën e votimit të parë, të dytë dhe të tretë, apo nuk do të konsiderohet votim dhe nuk do të krijohet mundësia për zgjedhjen e presidentit. Unë do ndalesha më shumë tek debati që është në planin juridik se sa në planin politik. Unë të thoshe që efektivisht ky debat për aq kohë sa ju keni ndjekur dhe diskutimet ndahen në mënyrë prerazi të dy rastet, pra një palë thotë që nuk ka nevojë që të jetë edhe sikur të mos jetë opozita në sallë kur fillon procedura për zgjedhjen e presidentit, do konsiderohet vendim, të kundërtën thotë pala tjetër. Natyrisht që ajo që do ta zgjidhë këtë problem dhe që duhet ta zgjidhë do të ishte gjykata kushtetuese për të interpretuar se ç'kuptohet me korrumin në rastin e zgjedhjes së presidentit të parashikuar nga neni 87 I kushtetutës. Palët e interesuara, të cilat mund të jenë partitë, një grup deputetësh, ashtu siç e përcakton dhe ligji për funksionimin e gjykatës kushtetuese, mund të drejtohen gjykatës kushtetuese që të shprehet pikërisht për të interpretuar këtë kërkesë ose për të zgjidhur këtë debat që ka nisur ndërmjet specialistëve, por edhe politika është përfshirë në këtë debat. Për mendimin tim personal, kushtetuta në vetvete, në gjithë frymën e saj, edhe për zgjedhjen e presidentit, ka në bazë konsensusin. Pra, t'jep iden, po t'i marrësh në lidhjet nenet e kushtetutës, 86-ën, 87-ën, t'i referohesh një nenit përpara 78-ën, t'jep iden dhe atë ka dashur të vëjë ligjvënësi që presidenti duhet të zgjidhet me konsensus. Do t'ishte e pa logjikshme, e pa kuptimt që ta konsiderohe për mendimin tim votim, në një kohë kur në sallë nuk ke numrin e nevojshëm për të votuar. Pra kërkohet që të jenë 84 veta dhe atëherë mund të quhet se votimi mund të nisi dhe është I rregullt. Pra për mendimin tim korumi është 84. Pse e them këtë? Ndryshe po ti më shohim ides tjetër,
lind pyetja me të drejtë, përse ligjvënësi ka vënë 3 raunde me 3/5 e zgjedhësve, në qoftë se do të ishte që të eliminonte ta shoqëturin ngërç që përflitet, mund të vinte shumë mirë që presidenti zgjidhet me shumicën e thjesht dhe nuk do kishte debat të tillë, por është pikërisht ajo ideja që ka kushtetuta që të zgjidhet me konsensus dhe ka vënë 3 votimet e para që të jenë me 3/5. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë që i jep mundësi opozitës për të bërë një presion ndaj mazhorancës për të ulur dhe për të biseduar dhe për të gjetur zgjidhjen për të gjetur konsensus për zgjedhjen e presidentit. Përsëri do të lindte pyetja tjetër. Pse është lënë në votimin e 45 me 71? Për mendimin tim është prap një lloj presioni që i bëhet opozitës që të ulet të bisedojnë dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët pa arritur në të shoqëturin ngërç të krijuar. Kushtetuta në vetvete nuk është bërë që të krijojë ngërçe, por ngërçet krijohen atëherë kur nuk zbatohet kushtetuta. Pra, gjithsesi këto janë mendimet e mia personale, i ritheksoj edhe një herë që ajo që do ta zgjidhte përfundimisht këtë çështje do të ishte gjykata kushtetuese. Ka efektivisht një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2009 nëse kam parasysh që bën fjalë për korrumet. Gjithsesi do të ishte nevojshme që të shpreh pikërisht për nenin 87 dhe mënyrën e të vepruarit në zgjedhjen e presidentit të Republikës. Përsa e përket përplasjeve dhe debatin që bëhet, edhe pse është herët akoma për zgjedhjen e presidentit, në përgjigje të pyetjes që bëhet, unë do thosha që nuk ndikon fare në punën e presidentit apo të institucionit të presidentës në përgjithësi. Puna vazhdon normalisht, gjitha detyrat kryhen në përputhje me kushtetutën, me ligjet, dhe nuk ndikon as pak në faktin e debateve që bëhen politike apo juridike për mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Presidenti dhe presidenca janë jashtë këtij debati. Nuk janë pjesë e këtij debati. Janë palët e interesuara direkt, janë partitë politike, të cilat duhet të zgjidhin këtë çështje. Zoti Peqi, sipas jush në 2008, cilat ishin arsyet që palët u ulën për të ndryshuar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe a janë pyetur ekspertët realisht kur janë bërë këta ndryshime? Shiko, tek ne paradoksi është që ndryshimet në kushtetutë janë bërë në mënyrë të rrufeshme, janë bërë shpejt dhe nuk është vetëm ndryshimi i vitit 2008 që është bërë dhe një ndryshim tjetër në 2007 që ishte akoma më absurd. Në thelb, këto ndryshime të kushtetutës janë bërë për të kënaqur interesat e partive politike dhe kryesisht e 2 partive të mëdha. Po të vim të ndryshimi që është bërë në kushtetutë në vitin 2007, që siç e thash një absurditet, ndryshohet kushtetuta vetëm për të rritur numrin e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të kënaqur një presion që bënte një parti e caktuar për të pasur anëtarin e vet në këtë komision, e çojnë në ndryshimin e kushtetutës. Mendimi im, ndryshimet e bëra në 2008, të cilët patën një lloj konsensusi në votim, sepse të dyja partitë e mëdha ranë dakord për të bërë ato ndryshime, janë thjesht llogarit që bënin partitë për zgjedhjet që vinin. Gjithkush mendonte që do të fitonte zgjedhjet dhe hapte rrugën për ta patur më të lehtë qeverisjen. Në çfarë drejtimesh? E para punës në problemin e emocionit të besimit, mos besimit të kryeministrit. Dhe plot ndryshimet tjera që janë bërë thjesht të dyja palët kanë menduar që do të ishin fituese dhe do të kishin avantazhe në qeverisjen e vonshme. Ekspertët janë pyetur atëherë, ekspertët ligjor kanë parasysh për këta ndryshime. Unë kam qenë në parlament, kam qenë deputet në atë periudhë, kam qenë nga ata që kam kundërshtuar efektivisht këto ndryshime të kushtetutës. Nuk janë pyetur, nuk janë bërë konsultime me ekspert, është marrë vetëm një nisëm nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike. Janë pajtuar dhe deputetët e Partisë Socialiste dhe sollën këtë kushtetutë që bën këto ndryshime që sot janë bërë shkak për debatet e një pasnjëshme.
Janë ndryshime të cilat kanë prekur disa momente, mjaft të rëndësishme, të cilat më shumë kanë bërë dëm dhe vazhdojnë do të dëmtojnë në përgjithësi shtetin ligjor, për aq kohë sa nuk bëhen ndryshimet e duhura për të ardhur kushtetuta në atë nivel e cila do t'i paraprijë dhe do t'jetë themeli i funksionimit të një shteti të së drejtës. Në fakt, çfarë dëmi është bërë presidencës si institucion nga këta ndryshime? A janë prekur kompetencat realisht presidentit? Është diskutuar shumë për prekjen e kompetencave të presidentit. Ajo që ishte thelbësore dhe që është diskutuar më shumë është mënyra e zgjedhjes së presidentit, e cila në një farë mënyre e dobëson rolin e tij, sepse duke synuar që të zgjidhet në finale me 71 vota, pra të zgjidhet nga një mazhorancë, do të thotë që të pretendohet që të jetë një president i cili ka të vështirë të qëndrojë mbi palët. Do duhet një njeri me karakter, një njeri që njeh mirë rregullat e lojës dhe respekton kushtetutën, siç është rasti i presidentit Bamir Topi, i cili ka qëndruar, me thënë të drejtën, mbi palët deri tash. Për sa i përket kompetencave, ka kompetenca të cilat janë prekur edhe presidentit, po dhe për organet të tjera, do thoshja. Fjala vjen, nëse keni parasysh ju mënyrën se si formohej Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pa ndryshuar kushtetuta. Pra, kur vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishte organ kushtetues, por dhe presidenti nëpërmjet Këshillit të Lartë të Drejtësisë emëronte, çonte në parlament, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kandidat të vetë, gjë që vendoste një lloj balanci ndërmjet formimit bipartizan që kemi sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do të thoshja e pa kuptim të cilat dëmton rolin e prokurorisë përgjithshme, do të ishin edhe ndryshimet që u bën në kushtetutë për mënyrën e zgjedhjes së qëndrimit në detyrë të prokurorit të përgjithshëm. Kështu mund të përmendim shumë aspekte të ndryshimeve të cilat në fakt nuk kanë sjell dobi, përkundrazi, kanë sjell përplasje, kanë sjell debate të pafurishme dhe kanë çuar edhe në një mendim të shprehur nga vetë opozita që kanë qenë të nxituar dhe ata në pranimin e këtyre ndryshimeve që kanë bërë në kushtetutë. Në fakt duket sikur po shkojmë drejt një ngërçi sa i përket pikërisht vetëm zgjedhjes së presidentit, pa një ngërçi politik. Në aspektin juridik, si mund të kalohet realisht ky ngërç për të çuar drejt një konsensusi ndoshta dhe zgjedhjen e presidentit të ardhshëm? Efektivisht, sot nuk mund të bëjmë teori, sepse jemi përpara një fakti të kryer. Problemi është, do të zgjidhet me konsensus, apo do të zgjidhet ashtu siç është deklaruar nga kreu i opozitës, nga drejtuesit e Partisë Demokratike. Çdo diskutim se si duhet të zgjidhet presidenti, duhet i takojë të ardhmes në kuadrin atyre ndryshimeve që i duhen bërë kushtetutës. Janë marrë nisma dhe nga organizata, nga shoqëria civile, kanë organizuar tryeza trumbullakta, kanë shkëmbyer mendime për ndryshimet e domosdoshme që duhet të pësojë kushtetuta. Po marr vetëm një rast. Është folur gati 7 vjet, 8 vjet të rresht për problemin e imuniteteve të deputetëve, ministrave, gjyqtarëve dhe kjo gjë mund të rregullohet vetëm me ndryshimet në kushtetutë. Askush me përjashtim të deklaratave politike që janë bërë për një devotshmëri në thonjza për të lënë mandatet, gjë të cilat janë të pavlefshme për aq kohë sa kushtetuta i mbron, nuk ndërmarrin nisma për ndryshimin e kushtetutës, qoftë edhe për imunitetin. Po kështu dhe për probleme të tjera që kanë lindur gjatë zbatimit të kësaj kushtetute. Pra ju thoni që kushtetuta duhet të ndryshohet? Unë i përkas kategorisë atyre njerëzve, atyre juristëve që mendojnë se kushtetuta ka nevojë për të ndryshuar. Jo vetëm për të riparuar ato gabime që janë bërë, por për të bërë ndryshime të cilat i dikton efektivisht koha. Nëse ju si jurist gjykoni se zoti Topi në çdo ditë ushtrimi i mandatit të tij ka qenë mbi palët realisht dhe koherent me kushtetutën, për çfarë arsye është sulmuar më mjaftueshëm presidenti i Republikës? Ju shihni debat politik? Për këtë duhet të pyesni ata që kanë sulmuar. Unë mund të them vetëm kaq, jo deklarat në erë, por një deklarat e cila përputhet të rësishme me veprimtarinë e presidentit Topi deri më sot.
në çdo hap të tij është udhëhequr nga kushtetuta dhe nga ligji. Efektivisht nuk ka asnjë rast që vendimet, dekretet dhe gjithë veprimtaria e presidentit Vladimir Topi të jenë cilësuara formalisht, zyrtarisht si antikushtetuese. E kundërta ka ndodhur. Kemi plot ligje, të cilat ka disa ligje, të cilat presidenti Topi i ka kthyer përsëri në parlament si ligje që vinë në kundërshtim me kushtetutën. Këmbgulja e parlamentit dhe kësaj majoranci ka qenë që i ka votuar prapë pa ndryshimet e kërkuara për të sjellë në standarde brenda kushtetutës dhe ka qenë gjykata kushtetuese ajo që përfundimisht i ka shpallur dhe i ka shfuqizuar si ligje apo nene të veçanta që vinë në kundërshtim me kushtetutën. Si e parashikoni një zgjedhje në afërt të presidentit të ri të Republikës? Pra, i gjithë debati me sa duket do të fokusohet drejt interpretimit të gjykatës kushtetuese në pika të ndryshme. Pra, mendoni që realisht gjykata kushtetuese ka në dorë të gjithë këtë proces të zgjedhjes së presidentit? Në radhë të parë ka vetë politika në dorë. Do të ishte shumë komode, do të ishte zgjidhja më e drejtë që gjykata kushtetuese përfundimisht të jepte, të mund të interpretonte dhe të zgjidhte përfundimisht debatin e nisur. Për aq kohë sa forcat politike nuk do të bien në një mendje për të zgjedhur presidentin me konsensus dhe për aq kohë sa debati juridik lidhur me korumin e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit, për fillimin e votimit, është vetëm një debat ndërmjet juristëve apo dhe politikanëve që marrin rolin e juristëve, vështirë se do të kemi një zgjedhje të presidentit me konsensus, ashtu siç e kërkon për mendimin tim kushtetuta dhe fryma e saj. Çfarë do ndryshonte zoti Peqi nëse do kishim një president të zgjedhur me referendum, pra me votën popullore? A do ishte një zgjidhje më e mirë ndoshta? Do të ishte një zgjidhje ndoshta më e mirë, jo sepse do t'i forconte kompetencat që ka presidenti. Presidenti nuk ka pak kompetenca për mendimin tim sot në këtë kushtetutë, por do t'i jepte të drejtën presidentit dhe një përputhje ndërmjet asaj që thuhet në nenin 86 të kushtetues që është përfaqësuesi i unitetit të popullit dhe do të ishte absolutisht i motivuar, i mbështetur për të qenë i pavarur dhe mbi palët në mënyrë reale, efektive. Por do të ishte vërtet një vullnet i popullit për ta përfaqësuar ai person i cili do të konsiderohej i përshtatshëm nga zgjedhja nëpërmjet popullit që t'i përfaqësojë një individ i caktuar. Prej 2 ditësh majoranca dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ku dhe presidenti është kryetar i këtij këshilli, është futur një debat ndoshta të gjithanshëm juridik dhe politik për shkarkimin e nën kryetarit të zotit Kreshnik Spahiu. Në gjykimin tuaj si e keni lexuar të gjithë këtë përplasje? Unë do flas vetëm për në planin juridik si qëndron ky problem. Nuk mund të mohohet që është e drejta e një grupi parlamentar, sepse kështu deklaruar që është nismë e grupit parlamentar apo një grup deputetësh që të kërkojnë ngritjen e një komisioni hetimor për të verifikuar nëse veprimtaria e një funksionari të zgjedhur nga të një organi kushtetues të zgjedhur nga kuvendi është në përputhje me ligjin, pra ka pajtueshmëri apo pa pajtueshmëri me funksionin e tij veprimtaria që kryen jashtë këtij funksioni. Natyrisht deri këtu gjithçka është në rregull. Nuk mund të mohohet e drejta ngritjen e një komisioni për të bërë verifikimin. Në rastin konkret, zëvendës kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është bërë zëvendës kryetar me propozimin e presidentit pasi është zgjedhur si antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë nga Kuvendi i Shqipërisë. Por ka një problem. Këshilli i Lartë i Drejtësisë vepron mbi bazën e ligjit për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili është ligj që është miratuar me 3/5 e deputetëve. Në këtë ligj janë të përcaktuara rastet se kur i mbaron apo i ndërpritet apo shkarkohet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë një antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Këto janë të parashikuara në nenin 5,
në neni 7, në neni 9, në neni 10. Pra, rastet kur dhe mënyra se si mund të shkarkohet. Pra, Kuvendi ka të drejtë që të ngrijë komisionin për të verifikuar dhe ja çon këtë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili nuk është i detyruar që domosdoshmërisht të zbatojë këtë vendim të Kuvendit. Ai e zbaton këtë vendim kur me të vërtet gjen elementet e papajtueshmërisë së veprimtarisë së një antari të Këshillit të Lartë të Drejtësisë me funksionet që ka si antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në ligj është përcaktuar që është një komision i verifikimit të mandateve që ngrihet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nga antarët e Këshillit, të cilët bëjnë verifikimin, ja paraqesin Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe ata votojnë nëse përputhet mandati apo nuk përputhet mandati. E njëjta gjë ndodh dhe kur emërohet një antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë nga Kuvendi. Edhe pse është emëruar, pra është zgjedhur nga Kuvendi, ka marrë mandatin si thuaç për të vajtur në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, nuk mund të konsiderohet se është zgjedhur për aq kohë sa që nuk është bërë certifikimi nga Komisioni i Verifikimit të Mandateve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të votohet ky raport i këtij komisioni nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Pra, ajo që do të vendosi përfundimisht nëse Zoti Spahiu do të jetë antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe përpasoj zëvendës kryetar, do të jetë Këshilli i Lartë i Drejtësisë, gjithmonë sipas ligjit flas, që do ta përcaktojë dhe do ta vendosë këtë çështje. Në fakt, ligji vetë a lejon nënkryetarën e zëvendës kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të ndoshta deri ku e lejon të merret me aktivitete të tjera, jo vetëm ndoshta ligji efektivisht kompetencat deri ku shkojnë. Jo, s'ka të bëjë me kompetencat, po ligji për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka përcaktuar rastet kur është i papajtueshëm funksioni i një antari të Këshillit të Lartë të Drejtësisë me funksione të tjera që kryen. Një nga ato është që të mos jetë antar, funksionar i një partie politike. Është problem interpretimi pastaj, nëse është veprimtari politike, as është veprimtari politike, nuk do të hyj fare këtij debati i zëvendës kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ato do ta çmoj në radhë parë komisioni hetimor i ngritur apo që do ngrihet në Kuvend dhe mandej përfundimisht interpretimi përfundimtar dhe faktin nëse veprimtaria e tij është e papajtueshme me veprimtarinë si antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe zëvendës kryetar në përputhje me ligjin apo vjen në kundërshtim me të. Janë ata që e vendosin. Të falenderoj dhe ishe kënaqësi që pranuat që të bisedojmë. Faleminderit. Faleminderit juve.